Dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi në emisionin e radhës në studion e televizionit Fontana në emisionin Rreth Krimtarisë. Sonte kam nderë dhe kënaqësi që më ndëron një mysafir i një lamie të aktrimit, por dhe i ri në moshë, ku premton që do t'jap shumë gjatë këtij rrugtimi dhe këtij profesioni. Në studion time sonte ndëron studion nga Drenasi, Muj Gjekaj, me të cilin do të flasim dhe do të diskutojmë shumë çka rreth artit dhe aktrimit dhe më saktësisht profesionit e tij. Muj, faleminderit që je në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranove ftesën time, pasi që një rrugtim bukur i gjatë prej Drenasit të rrugtoni në studion e Fontanës, edhe të pas parasysh që kemi mjaft angazhime në xhirime të filmave të ndryshëm. Kështu që faleminderit që je prezent. Po pak larg, po me që e kemi zgjedh këtë profesion, atëherë nuk duhet me i qit vetit barikada, duhet me shku aty ku duhet me prezentu profesionin tonë edhe punën tonë. Sepse tek e fundit, për dallim prej profesioneve tjera, aktrimi e ka një gjë që del në pa edhe njerëzit e shohin, nuk mund është me mshef, ose të paktën ajo që duhet me bëna gjithmonë është me luftu sa ma shumë me prezentu punën tonë para njerëzve dhe para publikut. Është e vërtet. Prandaj kur e bën tonë atë sakrificë dhe atë mund, edhe vullneti e kompleton e gjithë profesionin tënd që në të ardhmen të lënë shumë gjurmë të mëdha të këtij rrugtimi. Ajo është gjëja kryesore që duhet me bë, sepse po s'pate vullneti nuk mundesh me qenë se ky profesion lyp shumë koncentrim, duhesh me qenë gjithmonë i kfjellët dhe i gatshëm me punu me organizmin tanë për me të qitë diçka të mirë para njerëzve, kështu që po s'pate vullnet është e kotë. Vullneti është qelësi kryesor. Faleminderit. Atëherë muj ndjehu lirshëm si në shtëpinë tënde ose në ato studiot ku jeni mësuar dhe të bëni xhirimet. Si fillim kam dëshirë pak një biografi të shkurtër se kush është Muja për istogasit edhe për pasi që aktorin e njohin ndoshta të gjithë, por nëpërmjet roleve, po. Nëpërmjet roleve, por si Muj është më mirë të prezentohesh. Muja është aktor, sa kam diplomu nuk ka shumë në fakultetin e aktrimit, edhe ma përpara se me u marrë me fakultet, je marrë edhe me kurset e aktrimit, kemi qenë kurs që ka pas të Uta Krasniq, edhe kemi marrë hapat e parë për një rrugë nështë më të lehtë për me pas për te fakulteti ose te akademia, se është bukur e vështirë. Edhe tash kam diplomu edhe kam kohën e mjaftueshme për me lujt dhe për me ushtru profesionin për cilin jam shkollu në Universitetin e Prishtinës. Qysh ka nisë Muj që ky rrugtim, edhe cila ka qenë ajo mosha që ti e ke pa që je dashamirës pikë parë i aktrimit, edhe e dyta që ti në të ardhmen ki me dhanë për fushën e aktrimit? Qysh ka nisë qysh fëmijë, njerëzit menoj që aktorët doken në fillim kur janë fëmijë se çka kanë me pas të ardhmen e tyre, sepse është gjithmonë dëshira për medalë, edhe është një farforme dëshira për me i tregu diçka njerëzve, diçka prej teje. Është ajo dëshira e egos pozitive që e thamë unë që me dalë para njerëzve dhe para publikut, që shprehet te secili aktor që është në fillimet e para që është kur janë fëmijë. Ato e kom pas edhe une, kur kom dalë për shembull qoftë para familjarëve ose para shoqënisë ose qoftë me ndonjë pjesë teatrale, diçka ashtu që kemi ditë atëherë, qoftë për me kënu, po që është vrej dëshira për me kanë pranë publikut dhe për me ju tregu diçka publikut, për me nxjerr diçka tanën që publiku me u kënaq me ty, ajo kanë diçka që ty të ka bënë më mirë. Dhe me të njoft përmes emrit tënd. Po ajo ma vonë mas nej. Po me që më pyte qysh ka fillu qashtu, qysh fillon edhe te secili fëmijë, se rrallë kush e ka mundësin me të paren, me dalë dhe me tregu vetën qoftë në ekran ose në teatr, po fillimisht janë nis prej familjes, prej rrethit ngushtë, e mas nej del ty pa edhe ty bo ashtu qysh është veni. Sa e ke pas vështirë pjesën e fillimit që ta thesh atë pjesën pak të paragjykimeve të njerëzve, ose edhe pak të pjesën e stresit, të emocioneve, në shfaqje, në për rolet ndryshme e tjerë. A i ke mujt me i menaxhu deri në atë pikë sa asnjëherë se ke ndi veten të stresuar me një rol ose shfaqje që e ke bë?
Faktikisht sa ma shumë që të rritet puna dhe bagazhi jot, aq ma shumë ka me u rrit stresi gjithmonë. Jo për çdo paraqitje publike, po në teatr është problem mos me pas stres për shkak se përgjegjësia e rolit është shumë e madhe. Transformimi që kemi bati në rol është shumë i madh dhe transparenca me publikun, sepse aty nuk mundesh me nal. Nëse në këtë intervistë ose diku në një serial apo film me nal dhe me vazhdu aty ku kemi mbet në teatr nuk mundesh. Kështu që është pak e vështirë dhe jo kot veç aktor që janë aktor taman luajnë në teatr, ata të mirë, po flas ata që janë vlerësu, sepse teatri është shumë i vështirë dhe filmi e ka ato të vetën, sepse filmi Çfarë dallimi emocional kishe më dhënë për... Po për shembull teatri e ka dhe anën fizike dhe anën emocionale që e ka dhe filmi. Mirë po, filmi fizikisht lodh ma pak. Teatri të lodh fizikisht shumë, psiqikisht dhe në teatr dush me qenë gjitha shqisat që i ka njeri mrena duhet me i pas të aktivizu me 100% ku lunë në teatr. Sepse profesionistët ashtë ma pak ata që e din mirë këtë lami, ata e vrejnë gabimin më të vogël ose dekoncentrimin tanë më të vogël kur e kinë skenë. Për dallim prej filmit që ti mundesh me lujt për toke, mundesh nëse kërkohet në rol fjala, mundesh me lujt pa u mundu shumë ndoshta fizikisht, po edhe ai ka anë të veta të vështira, sepse për shembull në teatr nuk të vrehet mendimi që është vret në film. Nuk të vrehet qasja e rolit bashkë që është vret në film. Në teatr gjithçka është ma egzagerume, po që duhet punohet shumë, nëse duhet i jepet shpirti, se cilit rol që e bën, edhe nuk guxon në teatr asnjë moment me mendu si personi që je, vetëm si roli, nëse do të më dal personazhi mirë ose shfaqja e mirë. Po edhe filmi ka ato të vetat, filmi për shembull lyp koncentrim maksimal, filmi e kërkon një masë që duhet me pas të cili aktor kur del me lujt edhe për me dal diçka e mirë. Sa është zhvillum pjesën e filmit ose të aktrimit të ne, duket që jemi pak kulminant apo në kulm të asaj çka kërkohet apo don shumë punë. Fatmirësisht filmi edhe teatri të na është shumë mirë, konsideroj që është mirë. Mbefasojnë ata që e thojnë të kundërtën, për dallim nuk po du me bo dallime, mirë po na jemi mirë me film, sidomos me çmimet dhe me vlerësimet ndërkombëtare që janë bën filmave tonë dhe punës tonë e të banë me uni shumë mirë, sepse ka nejtë qoftë aktorë, qoftë produktet filmike që janë bën, janë vlerësu shumë mirë, për kundër kushteve që i kemi na. Për shembull, kur diskutohet për filmin Shok, kushtet cilat është bëj film, ti çuditesh, thua është e mundur, mirë po suksesi ti është pa dhe suksesi çdo filmi që ka ecë ndërkombëtarisht. A ka ndonjë person muj që ty të ka frymëzu që me ndjek aktrimin si profesion, ose që e ke pas një pikë të dobët që sa herë ke pa ndoshta në rolet filmave ose të aktrimit, ty të ka bën mundi me emocion ose e ke pasur ndoshta edhe si shembull që t'jesh në rrugtimin e tij? Apo të saj? Nuk kom pas dikon që e kom kjo ose kjo, mirë po jam tip që kom marrë Nga pak. Po pesë cilit ose më ka pëlqy diçka ose e kom vlerësu se cilin me ata të vetën. Po dikon konkret që kom shku hapave ti, jo. Ata që i kemi në fakultet, në akademi, për shembull, profesorat tonë, janë një cak shumë i mirë për me pati që me vazhdu rrugën tënde ose rrugën e tyne që kanë ardhur deri te suksesi që kanë. Mirë po konkretisht dikon jo. Qysh keni kalu në pjesën e studimeve me profesorët, sa janë mundu ata të dhajnë kurajo juve për këto rrugtime? Në këtë profesion gjithçka ose shumica e krejt punës tonë është praktika. Praktika. Profesorët tonë janë secili që është dëshmu se çherë më shumë në atë që e ka bën dhe në zotësinë ndaj profesionit vet. Përvojat që i kanë dhënë ata me neve janë kanë gjëra konkrete që kanë ndiku shumë mirë, që unë nesër në një rast në një xhirim ose në një rol, me ditë qysh me vepru në një rast konkret që ata për shembull e kanë hasë më herët,
kanë ditë me na i transmetu shumë mirë neve për të ardhmen tonë, për ato që e bëjmë na tutje. Do me thonë, leje teorikisht që o kanë shumë e mirë po janë kanë njerëz kompetent, që na kanë ndihmu neve shumë, që nëse nesër në rrugë tim kjo ndodh, atëherë dush me di qysh me vepru. Pikërisht. Muj, sa e kanë pasur vullnetin edhe dëshirën familjarët e tu, kur e ke zgjedhur aktrimin, pasi që ne thojza, shumica e popullatës mendojnë që nuk është në zhvillim, nuk ka të ardhra etj, që ne gjithmonë mendojmë që arti më shumë duhet me pas financim se sa kulturë, por është e kundërta. Unë e kom cekë edhe ndoj intervista ma herët, aktrimi paguhet mirë. Okay. Tash po flasim për aktrim dhe për punë të mirë fillta që i bojmë, jo për se nuk mundesh edhe me bo një video në TikTok ose që po dinë për ndonjë rrjet sociale dhe me thonë ky është aktrim dhe s'po paguhet, po e nuk është aktrim. Puna e mirë fill që i bojmë na, paguhet mirë dhe vlerësohet mirë. Tash se sa ka arrit aktori me pas zhvillim në punën e tij, me pas sa ma shumë projekte dhe me u pagu sa ma mirë, ajo është diçka tjetër, po nëse e marrëm në proporcion me punë të tjera që i bajnë njerëzit, aktrimi paguhet mirë. Që më pyete për familjen, familja fatmirësisht të kanë përkrahja prej fillimit për mu, dhe asnjëherë nuk ka pas me dyshje ose me ma ndryshu ndoshta menimin për të ardhmen ose diçka më kanë latë lirë, asnjëherë as nuk e kemi diskutu këtë pjesën se mos po ban gabim ose mos po ban mirë. Kanë besu te ajo që unë e kum vlerësu për veten edhe ka dalë shumë mirë. Muj, cili është do më thonë produksioni që ju bashkëpunoni, cilat janë projektet që i keni realizu qysh në fillim të karrierës, edhe cili ka qenë kapaku i suksesit? Atëherë, kapaku i suksesit unë tash është heret me qitë pikën të ditë të njanit. Të njanit, po. Mirë po, puna ka shku në ngritje dhe puna ka shku ty u përvetësu çdo herë më shumë. Qysh kur shumë i ri, se dhe tash jam i ri, po ma heret kom fillu, kom pas fatin me startu me serial në RTK, që në produksionin e Teuta Krasniqit, që ka një dritare shumë e mirë për neve që kemi mendu me vazhdu matuti me këtë profesion. Sepse ai serial ka një lloj filtri që neve na ka ba me u njoh me punën e aktorit, me marrëdhëniet me regjisorin, me producentin, me stafin komplet kamerave dhe gjithçka që u sill rreth serialit. Në farforme ka një lloj shkolle që sot për shembull nëse kam punë në film ose në serial, atëherë di qysh me vepru. Ata që kanë ra prej serialit, ata thjesht nuk ka kur gjë të keqe, veç e kanë pa veten që janë apo nuk janë për këtë punë. Na që kemi vazhdu, na ka dalë shumë mirë dhe thash përvoja në atë serial na ka bë më të mirë në punë të tjera që i kemi bërë. Si ka qenë bashkëpunimi me Teutën? A ka qenë përkrahase, mbështetëse e rrugtimit tuaj? Shumë Teuta vazhdon edhe sot me kanë përkrahase dhe mbështetëse për çdo punë që e bajun edhe secili nxënës që e ka pas Teuta. Edhe në atë kohë për neve o kanë shumë, edhe sot është shumë kur nalesh me mendu, sepse jo gjithkujt i jepet rasti me punu me profesionista, jo veç ajo, po komplet kasta o kanë shumë e mirë. Edhe të thash për neve u kanë një përvoj që sot ja di vlerën hala ma shumë kur të hasin situata ndryshme në përgjirimet të tjera, për shembull. Sepse secili projekt është i mirë në ato të vetën dhe secili projekt i ka veçantitë e tij. Mirë, po fillimet gjithmonë janë më të veçanta. Fillimet janë ato që të janë ato një farë emocioni që ta vajnë, por edhe njëkohësisht kur e fillon një rrugtim të një karriere të qysh ndihesh superior, që jetu ndihesh duhet me pas kujdes në raste të tilla mos me fluturu. Mos me fluturu. Njerëzit dinë edhe mos me ditë me menaxhu autoritetin që kanë, sepse fatmirësisht ky profesion të bën më autoritativ, të bën me kanë në qendër të vëmendjes edhe sa din me menaxhu ajo është pjesë e jote. Muj sa pe keni vështirë bashkëpunimet, sa po janë të lodhshme punimet, cilin film jeni duke punuar, por edhe qysh po shkojnë ato, sa jeni të kënaqur edhe për
për vendet ku ju xhironi edhe për mënyrën se si xhironi? Tash jam i angazhuar në disa projekte. Po. Në një serial që jemi të lujt, edhe malet flasin, unë isha edhe një intervistë tjetër ku bisedova rreth tij. Nina shumë mirë sepse loja që e bëjmë na, një farë forme është përshkrimi i historisë që ka pas populli shqiptar dhe secili para arsioni. Vendet ku xhirojmë që i përmendet ti janë vende kogja terreni vështirë për xhirim, po përvoj që ty të ban me uni mirë, se edhe kur është gjithçka e lehtë, masnej nuk ka edhe lezet. Historia që na e shfaqim, ndjenja e mirë e jotja që jetu lanë diçka mbrapa për dikan që dënë me pa, është shumë e mirë dhe unë shkoj me qef dhe bëj punën me qef shumë. Muj, sa kitë freskët pjesën e historisë të Kosovës? E ke fjallën për luftën? Për luftën, po. Nuk e kam të freskët heq sepse unë jam 2000-ish. 2000-ish. Për ata dhe nuk do shta konkretisht më të drejtu në atë mënyrë se a ke qenë i lindur apo jo, pasi që vresh që je, të më thoni ri. Por, ku do shta me dalë është pyetja se si e ke përjetu ty të tregu dikush se të e lujt rolin e asaj ngjarje. Ndërsa nuk e ke përjetu. Po, babi ka luftu edhe është luftari i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Normal që unë jem rrit me atë frymë dhe me atë përvojë të tyne që është barë të na, sepse njëri kur e din historinë e kalume, edhe të popullit vetë, edhe të familjes të vetë, fatmirësisht familjet e nuk në ka prek diçka keq, mirë po është gjithmonë ma i kujdesshëm, gjithmonë ma i përgjegjshëm për ato që ka i ban tutje, sepse e din shumë mirë çka ka kalu i pari vetë, ose prindi vetë, ose gjyshi vetë, dhe aja të bën me kanë ma i përgjegjshëm për çdo veprim që e ban, sepse përveç përfaqësimit që ti ja ban vetës, kemi mendu edhe për një babë tanin, ose edhe për dikant të kalum që ka derdh mund, për me kanë sot të lirë, ose për me funksionu sot ashtu që funksionojmë. Përgjegjësia është me madhe gjithmonë. Ashtë ma pak në serial tash, që du të me pas kujdes, sepse krejt ata e shohin, sidomos ata që kanë marrë pjesë në luftë. Edhe pse seriali nuk ka të bëjë me kohën e luftës të fundit, e shohin edhe ata e din ma mirë se secili, se çush ka funksionu, se çush ka shku lufta, ose tensioni i asaj kohe me agresorin. Me agresorin, pikërisht. A ke ndinë ndonjëherë vetën një pjesë të ndihshme, ose a e ke përjetu pikërisht qatë dhimbje ndoshta? Kom pasu në momente që është dashtë komplet me ndi ashtu Qysh është kanë koha, sepse në rolin që jam unë e ka pësu edhe familja janë në serial, kështu që dashtë e pa dashtë unë e kum përjetu. Na jemi aktorë dhe na punojmë me artefaktin tonë, komplet me qenjen tonë. Aktorimi është një si me thonë, një makineri që ti dush me ditë shumë mirë me funksionu me ta për me nxjerrë diçka të mirë të njerëzit, edhe për me qitë shpirtin në pa. Edhe normalisht, kur na punoj me ndjenja tona, atëherë aja shihet edhe te publiku. Unë kom punu me ndjenjat e mia për me nxjerrë një emocion që ti nesër e sheh në televizor. Edhe patjetër kom pas skena që kogja shumë e kom ndi edhe e kom përjetu. Muj, një rol mas sfidues që ty, ndoshta edhe kur të është ofru, e ke pas një me dyshje ose një pikpyetje tek vetja jote, por e ke pranu dhe e ke realizu, por ka qenë sfidues për ty. Roli mas sfidues që kom pas në vitin e 3 në Molière, një profesor të dansit që kom pas me lujt, i cili ka qenë komplet jashtë natyrës tem edhe u dasht me dal, po jemi vlerësu mirë sepse me atë shfaqje kemi shku në festival në Shkup të teatrit, edhe jemi vlerësu kogja mirë, nuk jem pishman për mundin që i kom E ke harru edhe atë pjesën që ka qenë sfiduese për ty? Po, nuk e kom harru, po kanë e lezetshme edhe qaja pjesë. Edhe qaja pjesë të bërë me uni mirë. Sepse profesori dansit, elasticiteti që e ka pasaj, që u dasht komplet me ullumtu edhe me ndryshu çdo detaj të mujës për me arrit me prun sa ma mirë të publiku. Për me pruni diçka që ai... Ndryshe, komplet ndryshe. Komplet ndryshe. Muja, ki një rol që ti kishe pasur dëshirë që të ofrohet për me lujt,
por nuk do ka ofru ende, por synon dhe ëndrron që ta arrish atë pikë. Nuk mu ka ofru për shkak se edhe mosha jeme është e re dhe tjetra është që nuk është bën hala diçka e mirëfillt, e madhe për luftën e fundit. Roli i vetëm që thëmë ndoshta isha një pak xheloz me më marrë dikush është roli i Adem Jasharit, kështu që e besoj edhe mendoj shumë që nëse një projekt i tillë bëhet, kisha me qenë kogja meritor për me e lujtë. Kjo dhe kishe për në gjahë, ku të Po regoj menoj, se veç me para mendoj atë pjesën kur shëndrohesh. Po, kur transformohesh. Kur transformohesh në ikonën dhe në rolin e ti. Aja është roli që nështë isha një pak keq nëse kish marrë dikush tjetër, jo pse e merraj, po pse se ka mune. Po, Kështu që shpresoj që në të ardhmen nëse bëhet diçka tjemaj që e luj. Patjetër. Produksioni që ju jeni në punim, muj? Tash për momentin nuk jam veç me një produksion, jam me 2 produksione të punu. Edas Films është një prej produksioneve që punoj me serialin që e cekëm. Edhe produksioni tjetër që është Fama, edhe po pritet edhe diçka tjetër për një film, jo për serial, po ajo është dikun mas verës me gjiru, edhe nuk jem ka du me shpalos detaje ma shumë sepse nuk kam drejt. Ja, heq. Kështu që këto janë. Po që po mendohet me u bo diçka e mirë, edhe jo shumë, jo në këtë fat që faleminderit tash, është diçka tjetër, një rol tjetër, një fush komplet tjetër, jo kundër, po ndryshe për kësaj që jem të e bo tash. Muja si një djalë i ri dhe një artist i ri, por me një karrierë pak më të gjatë se sa mosha e vetë, sa mendon që duhet një kohë e gjatë për të realizuar një film tipik i mirë? Si kishë pas me vlerësu pjesën ku janë disa filma shqip që unë i përcjell edhe janë shumë skenat njëjtin ambient? Për me u realizu një film, tash nuk e di në çfarë teme, ose për çfarë teme po flet, mirë po për me u realizu një film profesional i mirë. Për marrë shembull për traditat e tona që kanë qenë përpara, ku sot për shkak që janë aktive shumë në për shumicën e serialeve, por sa janë të përputh ndoshta me nëse ke hulumtuese, nëse e din të... Po ka që janë që ja vlejnë, mirë po ka edhe të atilla që nuk ja vlejnë. Tash duhet me folë realitetin, ka shumë njerëz jo kompetent që po veprojnë edhe që nuk din rreth aty në seneve, sepse ti duhesh me hulumtu shumë për kohën për me arrit me pru diçka të tillë. Po ka edhe që po e bojnë punën mirë, tash nuk du me u livdu veten edhe projektin tem, po projektin që jem unë pjesë e tij. Mirë po ata që e bojnë atë projekt janë shumë mirë të informuar me kohën e kaluar edhe me ata që ka bë populli. Nëse e ki fjalën për një film, dhe jo vetëm na, ka edhe të tjerë që janë të e bë punën shumë mirë, se nuk muj me ja hup, edhe kjo nuk është negative, është shumë e mirë nëse jemi të punu çdo herë më shumë për vendin tonë. Ka aktorë shumë të mirë që kanë pas suksese të papame ndërkombëtarisht, mirë po cili o kontributi që kanë bërë për vendin. Qysh kishe mujtë me bë një dallim mes një aktori që ka akademi të aktrimit të përfunduar dhe një aktori që din të luaj mirë dhe futet një rol ose aktrim? Ata që nuk kanë... Pa e hudhur poshtë ose pa mendu diçka për asë një kolegë tëndin, se të fundja fundit të gjithë janë kolegë tutet mitë se jemi artist. Fiks. Por... Ata që ushtrojnë këtë profesion dhe nuk kanë akademi të artit, mirë po, kjo është talent. Edhe talenti është me të lejme edhe jo me të blejme, i thojnë na. Pikrisht. Normalisht që akademia ty të trajnon shumë mirë për profesionin. Por sa mundet me pas një uri? Po tasha mundemi na me thonë që ai që nuk ka akademi nuk e meriton me lujt, nuk muj me thonë. Ja, absolut. Sepse ai ka njerëz që janë e kanë talent dhe talent. Mas nej talenti kur ushtrohet dhe punohet ma shumë me ta, perfeksionohet hala ma shumë. Po edhe në akademi ti nuk mundesh me u fut pas pa të talent. Kështu që gjaja kryesore është talenti edhe
thash në fillim të emisionit që ky profesion e ka një të mirë që duket, delën pa. Kështu që nuk mund është i merrajt diti, zditi e bani mirë ose se bani mirë, sepse njerëzit në fund ditës e shohin televizor. Edhe ata ta jepin notën. Kot flasim në për tavolinat që vlerësojmë artist ose që po di njerëzit në fund ta japin notën. Muj, cili është roli yt konkret që e ke luajtur atëherë në serial të RTK-s edhe tash? Në atë kohë, do me thënë e kam luajt në serial rol, mirë po përveç serialit që e ka bo produksioni, atëherë kemi bë edhe shfaqje. Do me thënë, nuk kanë hera e parë kur unë e kam fillu me ndje teatrin ose me pa se çka është ndjenja me luajt në teatr, është qysh atëherë. Pavarësisht se na s'kemi ditë me luajt qysh luajmë tash ose s'kemi ditë rregullat, sepse teatri ka kogja do rregulla që duhet me ditë për me luajt ose duhet me kanë kogja i trajnuar për me luajt në teatr. Po prapë shumë mirë sepse na e kemi provu, e kemi ndje, edhe si fëmijë e kemi ditë se çka është ndjenja për me luajt në teatr. Tash jam në këto projekte që të thash, për momentin nuk jam të punu shfaqje, sepse shfaqjen e fundit që e kam ba, o kanë kogja një punë e madhe, po për shkaqe teknike dhe për shkaqe të partnerës që kemi luajt, kohës të kufizume, atëherë nuk ka repriza njëherë. Mirë po ajo që unë e kam dëshirë është me punu sa ma shumë shfaqje, sa ma shumë punë të mira që nesër me u krenu me to, edhe po uroj shumë që përveç produkteve të serialeve që i ceke ti, me pas sa ma shumë prurje të teatrale prej meje. Prej teje. A ke ndonjë skenar ose ndonjë ngjarje, historie, diçka që kishe pasur dëshirë me mpreshtim të historisë të fundit të Kosovës, që kishe pas dëshirë me trajtu në film, qoftë ndonjë ngjarje dashurisë, apo që kemi ne shumë çka që edhe sot kemi disa ngjarje të cilat Ka shumë. Po. Ka shumë tema, për shembull, sepse unë konsideroj që edhe shkruaj mirë, kur kam kohë, po nuk e qes publikisht sepse nuk jam kompetent nuk jem profesionist i asaj fushë, ka dramaturg të papam që e bojnë punën e vetë shumë mirë dhe nuk du me përzi profesionin tem. Ose ndoshta vjen radha dhe asaj pjesa. Ndoshta edhe vjen koha kur në bazë të rrethonave dhe bëj diçka vetë, nuk i dihet. Po ideja kam. Pikërisht, për ata dhe thash, pasi që ne gjithë i shohim ka njëherë disa ngjarje, disa histori, për të cilat mendojmë që thojmë që qëto kisha unë për vete që shkruaj poezi, ndonjëherë janë disa poezi që ndoshta unë për veten time kisha shndru në një tekst këngë ose diçka. E njëjti sen është pra edhe tek ajo pjesa që ti ndoshta e ilustron në atë mendimin tënd ndonjë ngjarje, histori ose që ke ndëgju ose ke përjetuar dhe kishe pasur dëshirë me trajtu në film. Ka tekste shumë të mira, jo veç për meje, po për shembull ka tekste edhe të shfaqjeve që unë e tham, kjo du të me u bën pa tjetër film. Se ka edhe filma që janë me tekste të shfaqjeve që janë përpunu dhe janë ardhur shumë mirë. Po është edhe tjetra që ka edhe shumë tekste, skenare të filmave dhe serialeve, që aq mirë kish mujt me u bën një shfaqje e madhe sa ja kish vlejt. Kështu që nuk bën me thonë kur gjë ose kjo është për këta ose kjo është për këta, sepse është një profesorat e mi thëshin në aktrim, veç në aktrim nuk bajnë 2 edhe 2 4 kur gjithmonë ka mundësi me ndryshu diçka dhe gjithçka mundet me ndodhë në aktrim. Pikërisht, e ke pa në pjesën kur hynë me xhiru filma, shpesh janë disa pjesë filmike spontane që dalin ndoshta ma mirë. Se sa aja që ke mendu që e kallë, për shembull, ka dalë ma mirë se sa aja. Da të dalin diçka ma të veçanta. Muj, a ki një profesion tjetër që ty ndoshta të kish plotësu shpirtërisht përpas aktrimit? Gjithçka që ka të bëjë me artet, më flen shumë mirë. Sa zotroj është diçka tjetër, mirë po artin e du në përgjithësi, e du edhe muzikën e du shumë edhe jem
kogja informum me muzikën, sepse në akademie kemi pas edhe teknikën vokale, ose Unë mendoj që kishe me qenë një violist adekuat. Violinist? E kam motrën që merret me violinë dhe... E dita se dikush përngjan qëtë profesion. Po, unë edhe kur bën kështu festa familjare, ose diçka që është ma private dhe knoj, edhe bëj muzikë me shumë qef, edhe e bëj me shumë qef atë punë, sepse kompletartet janë të ndërlidhuna me njëna tjetër. Nëse më pyete për një profesion tjetër, po që prap unë muj me ndërlidh me profesionin tem, unë e kom dasht prej fëmijëm kom dasht shumë aktrimin, e kom dasht shumë edhe mësimdhënien. Tash mendoj për shembull sepse unë nuk mendoj me lanë me fakultetin e marum, mendoj me vazhdu edhe me master, me doktoraturë, dhe nëse kisha mujt me ka një profesor i aktrimit, që është edhe synimi jemi, atëherë kish me qenë një përmbushje shumë e mirë shpirtënore asaj që unë du me ba. Edhe unë besoj që kime po shpresoj edhe unë që... Edhe shpresoj edhe mendoj. Muja, ki dikon që kështë pasur dëshirë që ti ta veçosh ose ta falenderësh për gjithë mbështetjen tonë gjatë rrugtimit të aktrimit? Ka shumë persona që jenë kanë pjesë e suksesit tem në vazhdimësi, sepse unë jam tash në rrugë. Jam në rrugë të punës edhe të roleve që i bëj edhe të asaj që gjithmonë kom dasht me ba. Nuk guxoj me tha asnjëherë që jemi të kënaqur edhe kemi ba namin, po personat komplet, qysh prej familjes, të njerëzit që më kanë sugjeru, të profesorët e mi, të kolegët e mi, është sukses i përbashkët i krejtëve për se cilën punë, sepse në këtë profesion nuk mundesh me funksionu vetë, edhe nuk mundesh me vepru vetë. Është profesion kolegial që lyp shumë kolegialitet, për dallim prej punëve tjera që për shembull ti shkon edhe e ushtron profesionin tënd shumë mirë dhe kthehesh në shtëpi, nuk i punë me... Ky profesion don shumë kolegialitet, don raport të mirë me njerëzit, edhe raport të shëndosh në punë me njerëzit. Kështu që secili që u kon pjesë e punës teme prej fillimit, unë e falenderoj shumë dhe jam mirënjohës gjithmonë, sepse është pjesë e kësaj pune. Si një djalë i ri në moshë me këtë lami, me këtë profesion, ku i she gjeneratën tonë ose moshatarët e to, a janë edhe i shen pak që janë të devijum prej aspektit profesional edhe rrugtimeve të tyre? Po disa ndoshta edhe kanë deviju, disa ndoshta nuk ju ka jap mundësia, e që është për të ardhë keq, se fatkeqësisht në Kosovë hala punohet me grupacione dhe hala punohet me jo gjithkun, mos të keq kuptohemi, po punohet me njerëz me grupacione, me njerëz që njohin mirë njëri tjetrin, edhe ndoshta dikush shumë meritor anashkalohet. Edhe me forma patriark. Po ka njerëz për shembull që janë shumë meritor të fushës që unë e njoh, dhe që nuk janë të ushtru profesionin e vetë, dhe kjo është për të ardhë keq. Ndoshta ata edhe kanë seleksionu vendet ose punë që i kanë bërë, nuk kanë dashur me lujt dikun ku për ta nuk ka qenë e mirë. Po sidoqoftë, cilë do faktor që janë, prapë është për të ardhë keq, sepse me shku këtë ose dam një talent ose dikush që kish mujt me shkëlqy, ajo është edhe mshme. Për mua dhe për secilin pjesëtar të komunitetit. Po, veç është edhe një pjesë tjetër që shumica e të rinjve janë stupu, edhe gjojnë një komoditet ndoshta social, Facebook, TikTok, Instagram apo diçka e tillë, dhe nuk mendoj që shumica të rinjve ndoshta kanë një qëllim të caktuar për jetën e tyre se çka dojnë me synu dhe me mbri. Pasi që gjysma e vendimit, gjysma e punës kryer në jetën e njeriut është vendimi i marrën. Tash këtu po du me dalë të diçka që e kom vrejt une, të rrugtimi se cilit fëmijë. Ka shumë rëndësi vlerësimi që e ban familja ndaj fëmijët kur është i vogël. Shumë rëndësi. Edhe të mbjellunit e fëmis dashnin për veten e tij edhe të ushqimit e vetes tij me ato që kish mujt me shkëlqy. Nuk mundet një fëmijë që u ka një shtypun në familje ose në shoqni me pas ambicie dhe me pas mendim të mirë për të ardhmen e tij, sepse
ai as nuk e ka procesu për dallim pe dikujt tjetër që për shembull gjithmonë është rrit me frymën e mundësive, frymën e mësimeve edhe shtytjen për me bën diçka. Qoftë ty e pa prindin ose qoftë ty i fol prindi fëmijët. Për ata njerëzit që na ju themi alfa, që kanë bizotru qoftë në shoqni ose në familje ose sot korrin suksese, sepse ai qysh prej fëmijë ju ka mbjell puna dhe ju ka mbjell suksesi, ju ka mbjell dashnia për me kanë dikushin të ardhmen. Pra po më pëlqen kjo pjesë, që ti mendon që faktori kryesor i një suksesi tek fëmiu 90% që është tek shtytja, mbështetja, vullneti familjar. Një ndër faktorët. Një ndër faktorët. Tash, a muj me thonë, ka edhe shumë që janë mundu, kanë kry punën e vete, kanë kry shkollimin edhe nuk ju ka japë mundësia. Edhe kjo është, se nuk muj me thonë për krejt. Mirë po, nëse po flasim për fëmijët që ti the nuk kanë, disa prej fëmijëve nuk kanë mendim për të ardhmen e vetë, ati nuk i është mbjell prej fillimit aja, dhe nuk mundet ai me ushqu një mëngjes të bukur dhe me thonë kjo është ambicia e me madhe jetësore, sepse nuk e ka mbjell prej fillimit. Pikërisht. Pikërisht, por ka dhe të atil që ndoshta... M'fal, duhet me qenë shumë i vlerësum fëmiju, për me arrit me pas një vetë vlerësim për veten e tij. Ndryshe nuk ka shans. Jo sikur në moshën tona që po flas për gjeneratën time, pasi që ti jeni moshë shumë më tre, ku ndoshta kemi synu me mbrit diçka një profesion ose një diçka dhe e kemi cek dhe aty për aty të është baba jat ajo pjesë, të është thonë që pra dhe me thonë, besimi familjar tek ti ka shumë ndikim. Shumë rëndësi. Se sta jep vetë besimin. Mas nej del të shoqënia, mas nej del të njerëzit e tjerë. Sepse edhe kot ti kije suksesin marramend jashtë, kur kthehesh në shtëpi, nëse nuk je komfort ose nuk je mirë me njerëzit, atëherë nuk është e mjaftueshme. Jo, absolut. Kështu që baza është familja gjithmonë. Gjithmonë. Mas ne janë të tjerat. Gjithmonë, dhe mu më vjen mirë që ju e keni gjetur atë ratinë dhe knatësinë dhe mbështetjen familjare, dhe me thonë ku njëkohësisht jeni edhe mundeni të flisni edhe për profesionin edhe për shumë çka tjetër. Njerëzit kanë një herë habiten, mas ambicjes së rreme që e kanë ndaj suksesit, edhe anashkalojnë punën e familjes ose anashkalojnë punën e raporteve shoqërore që ndoshta më herët i kanë pas. Dhe vjen një moment kur ti nuk ki më çka ose ke mrri aty ku ke dasht, edhe don me u kthy aty ku ka nis gjithçka. Mirë po, nëse në fillim e ke injoru ose e ke lënë anash, edhe ajo mas ne ty të lënë anash. Kështu që njerëzit për me qenë me temel të fort në karrierën e tyne, nuk duhet kur me harru pjesën e historisë që kanë lënë mrapa, raportet me familjarët dhe me njerëz që i kanë pas më herët. Edhe rrugtimet cilat ata kanë kalu për me ardhur deri te ajo pjesë. Mu jemi këtë në fund të intervistës, ku dua që të bësh një mesazh për gjithë moshatarët e të cilët kanë ngecë në atë me dyshjen ose atë në dilemen se atë vazhdoj apo mos vazhdoj në karrierën dhe sukseset e mia, pasi që ka shumë të tillë që mendimet nuk i realizojnë vetëm i mendojnë. Ndoshta nuk e di për mesazhun edhe vetë jam pak i ri për me lanë diçka një mesazh të njerëzit sepse për ata që ndëgjova unë, je për unë e mendoj, faleminderit shumë. Edhe mundesh me qenë shembull i shumë të rinjve të cilët e kanë stopuar mendime edhe në realizimet qëllimeve. Faleminderit shumë. Atë që e mendoj unë është që secili me vlerësu fillimisht veten, për me pas mundësi me vlerësu dikon tjetër. Ka mesazh më të mirë. Edhe po fiks, edhe ajo mas nej nuk është negative. Kur ti e vlerëson veten, ti e vlerëson edhe punën tënde, edhe suksesin tënd, edhe vlerëson edhe tjetrin pa xhelozi, sepse je mirë dhe je rahat me veten tënde. Dhe je i plotësuar në aspektin profesional. Kjo është ajo që unë mendoj dhe mundona me praktiku gjithmonë. Atëherë mu jemi këtë në fund të intervistës, nëse keni një falënderim që t'i dedikosh dikujt, mundesh shiresht, pasi që në fund të intervistës do t'i ndjekim disa sekuenca të disa filmave të punëve që i keni bërë dhe më mirë se filmi nuk e prezanton askush mujen për atë çka është. Faleminderit shumë.
Faleminderit shumë për vlerësimin, për ftesën edhe për bisedën shumë të rahatshme dhe shumë të mirë që e pata këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe shikuesve që na parë. Faleminderit shumë, uj të dëshiroj shumë suksese, shumë projekte të radhës dhe asnjëherë të mos dorëzohesh në rrugtimin tënd. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, pasi që jemi në fund të intervistës ku patëm kënaqësi që të zhvillojmë këtë intervistë rreth aktrimit me Mujen, do t'i ndjekim disa sekuenca të shkurtra të disa filmave ose një më kodsisht prej regjisë apo më saktësisht nga Dheu dhe ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe takohemi në emisionet e radhës. Natën e mirë. Në ka ardhur koha. Nuk e di që po presu mo. Muj! Ku po shkon? Muj. Valla. Verdikt motor.